Këtë të premte, donse me rreshje të dendër të shiut, banorët e disa fshatrave nuk kanë ngurruar të dalin për të protestuar pranë rrugës së fshatit Grams. Protestuesit kanë bllokuar rrugën e cila lidh autostradën Thoman-Kashar me aksin e vjetër Thoman-Fushkruj. Ky aks, prej rreth 500 metrash, është një gjendje të mirueshme sot, ndërsa asnjë investim nuk është kryer. Kjo është protestë e banorëve të Gramsës, Suk Vendas, Bregu të Lumit dhe gjithë zonës tu, ka dhe nga Thumana, se janë konsumatorë të kësaj rrugë, po ka dhe nga Dërveni, ka dhe nga Fushkruja, janë 500 metra rrugë, edhe këta menojnë që me çakull do ta zgjidhin këtë punë. Po ja u garantoj që sa herë bjerë shiu radhës, çakulli shpërndahet edhe nuk është zgjidhje çakulli. Duhet asfalt dhe asfalt mbi 25 cm. Duhet rruga që tjetë me standardet europiane. Janë vetëm 500 metra rrugë. Pse me 25 cm, se në Gjermani shtrohet me 35-40, sepse si që shikoni pas shpinës tonë, vargu kamionave që kalon këtu, janë mjetet tonazhit të rënd, kalojnë mbi 2000 trailer ditë që dalin nga rruga që nuk e konsumojnë, dalin këtu dhe ja u ka borx fshati Gramsës, kjo është rrugë fshati. Kalon zgjidh veriu Shqipërisë. Dhe një arsye e shkatrimit të kësaj rruge ka qenë poja autostradë ku kamionat me inerte kanë kalu krejt kësaj autostradë është bën me inertit që kanë kalu nëpërmjet kësaj rruge. Para se u bante autostrada, kjo rrugë ka qenë e kalueshme dhe ka qenë asfalt. Tani na kanë shkatruar, na kanë bën këtë gjendje ku është e papërballueshme dhe e pakalueshme. Dalë në protest se të shtrohet kjo rrugë, e shihni vetë se si është bën çfarë gjendje është. Edhe arsyeja pse nuk shtrohet kjo rrugë janë këto makina që janë rresht. Se ata i donin se të hynë nën trallë. Jo të vinë të kalojnë këtej. Pra ata nuk shtrohet. Se me bën me dash të shtrojnë 100 herë, por nuk duhet. Siç e shikoni, është gjendja skandaloze e kësaj rruge që lidh rrugën nacionale me disa fshatra të zonës fushore të bashkisë Krujë, kryesisht fshatin Gramës, Suk e deri në Ishëm e Mtutje. Faktikisht para se të ndërtohej autostrada që kalon mbi këtë rrugë, kjo rrugë ishte parametrave të pranueshëm për qarkullimin që bënte lidhjen e këtyre fshatrave me qendrën e bashkisë tyre dhe me qytetin e Fushkrujës, por siç po e shikoni nga gjendja e rënduar e trafikut të automjeteve pas hapjes së daljes pra nga autostrada, është bërë e pakalueshme. Banorët për një orë kanë mbajtur të bllokuar rrugën dhe kanë paralajmëruar për protestat të tjera në ditët vijuese.